Përshëndetje të dashur binjak, do bëjmë një mesazh për ju nga letrat Osho dhe mesazhi juaj është ngjitje, apo të kapur peng emocional dhe mendor pas së kaluarës, frikë nga ndryshimi, kujtime që pengojnë zhvillimin të dashur binjak. Kjo letër pasqyron një gjendje ku mund të jetë absolutisht jo patjetër e kaluar po të mban peng, qoftë përmes nostalgjisë, pendimit apo dhimbjes. Keni frikë nga e ardhmja dhe mendja kërkon siguri në kujtimet e njohura, po e idealizon apo dramatizon të shkuarën duke humbur praninë e qastit të dashur binjak. Është koha për të lëshuar, për të pranuar se koha ka kaluar dhe se ti je rritur dhe ndryshuar. E kaluar ka shërbyer qëllimin e saj, dhe tani është koha për të jetuar të tashmen, për të marrë frymë lirshëm dhe për të krijuar hapësirë për diçka të re. Kjo letër të fton të lirosh kujtime që të mbajnë të mbërthyer dhe të zgjedhësh lirinë e shpirtit në vend të burgut të kujtesës të dashur binjak.